Pas vendimit të miratuar nga Parlamenti një ditë më parë lidhur me amnistin, 13 persona pritet të transferohen nga paraburgimi i Vlorës. Ndërkohë që sipas amnistisë dhe prollogaritjeve, 4 persona të dënuar do të lirohen menjëherë, ndërsa 7 persona të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Ndërkohë që sipas informacioneve, 2 të dënuar nuk përfitojnë asnjë gjë nga kjo amnisti për shkak se janë precedent të prokurorisë së posaçme të Spakut. Pas miratimit të ligjit për amnistin penale, 13 persona në paraburgimin e Vlorës rezultojnë përfitues në shkallë të ndryshme nga kjo masë lehtësuese, e cila ka nisur të zbatohet në institucionet e vuajtjes së dënimit në të gjithë vendin. Sipas informacioneve zyrtare, nga 13 personat me vendim të formës së prerë që ndodhen aktualisht në institucionin e paraburgimit të Vlorës e që pritet të transferohen drejt institucioneve të tjera të vuajtjes së dënimit, 4 prej tyre përfitojnë lirim të menjëhershëm sipas amnistisë së miratuar nga Kuvendi. Ndërkohë 7 persona të tjerë përfitojnë ulje të dënimit, por nuk plotësojnë kushtet ligjore për të liruar në këtë fazë. Ata do të vijojnë të vuajnë pjesën e mbetur të dënimit të reduktuar sipas përcaktimeve të ligjit. Nga ana tjetër, 2 persona nuk përfitojnë nga amnistia penale pasi janë subjekti i procedimeve të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, në kategorinë e përjashtuar nga përfitimet e kësaj mase. Autoritetet e sistemit po vijojnë procedurat administrative dhe ato ligjore për zbatimin e plot të vendimeve që burojnë nga ligji i amnistisë, ndërsa pritet që në ditët në vijim të ketë përditësime edhe për raste të tjera që mund të përfitojnë nga kjo nismë.